Me qa ushqesh, qa bën jetë? Hajmë të ke shkolla kuqe. Ke marak me hangër. Ke marak me hangër. Kush o jep ushqimin? Kisha. I bi drejt kisha. Këto ke frik me hangër ke shkolla kuqe. Pse? Është ushqim bërnot. Kisha ju jep ushqim dhe ju thoni është bërnut? Po bërnot, sepse nuk gatuat cilësor. Nuk gatuat në cilësor. Me lek, pa lek, fala si? Pa lek. Janë ushqimet e skadura vlla. Duke fillu ke voj, ke makaronat, ke maltat, ke birat që binë atje, ke ushqimet e tjera që binë atje, janë të skadura. Ju sjellin edhe birra? Po sjellin edhe birra. Ata që kanë nona që kanë mirë për të vlerësuar. Nona vlla, sepse market. Birrat janë skaduara? Skaduara. Ja, pini ju? Ja, në shkëm bashkë të shikojmë. Habi thujmë, jep një paket makarona që këtu që ka letrën. Ata i hapin makaron, i fuse me qese, i bashkojnë. Ata i humin afatat e skaduara. Urizit që ka skadue, e hudhin, se më shumë se një vit, apo 2 vjet, nuk mund të qëndron një pagurevoj. Sepse një i vjen afati skadenzës, ose një qesë uriz, asa i vjen afati skadenzës, ata ka hongër milingona, apo fasuljet që mush plot me miza, që të hash atje, po bugës që vjen aroma myk, që të hash ke shkolla kuqe, shkëm edhe këtu ke Gonxha Boyatxhiu, kanë habi shoqat, unë e falenderoj Gonxhën Boyatxhiu, po amenza, që quhet Gonxha Boyatxhiu, edhe tje prap ushqimi e bërnut, thonë ushqimi falas, sepse rajorion veli janë burg. Para se të bindaj në burg, ishte ushqimi në regull? Anë para se të bindaj në burg, ushqimi ka qenë bërnot. Edhe ta shi që ka ram në burg, prap ushqimi o bërnot. A di kur vjen mirë? Vedëm kur shkën gazetarët. Po të shkën gazetarët atje, ushqimi dil bio. A vinë shpesh? Gazetarët atje? Ja. Edhe nga qendra shëndetësore, që thonë do të kontrollot ushqimi nga qendra shëndetësore, nuk kontrollon nga ekspertat shëndetësor. Ku kontrollon një këtu? Ska, fare, kush do të kontrolloj kë shkolla kuqe? Po ke Gonxha Boyatxhiu, kush do të kontrolloj ushqimin të Gonxha Boyatxhiu? Atje helmon njerëz, edhe ke shkolla kuqe, si që hajnë ushqimin, e nxjerrin. Ka pas rase që helmojnë njerëz? Ka pas sa du që ka shku në spital kanë bosur. Kur e din që ka këto probleme, pse vazhdojnë dhe shkojnë? Pse ngrenë zëri? Pse se ngrenë zërin, sepse ju gishona i botullac, i pret flokët, i pret ushimin, i pret pensionin, në thotë, s'ke nevoj thot për neve. Me thonë, ju keni një listë që u ajep bashkia, kush u ajep listën që ju shkoni dhe... Ja, kemi emrin nga njësia 4, o emrin nga njësia 4. Pra, bën një aplikim pra, duhet të di si funksionon zinxhiri për të shkuar deri te kjo qendra që ju... Si quhet, qendër strehimia, si quhet? Ja, nuk e qendër strehimi, po qendër bamirësie. Qendër bamirësie, me nërteje, me qytë qendër bamirësie, me qytë qendër muti, si nga majta, si nga djatha, sepse shko ke Gonxha Boyatxhiu, ke marak me hangur ushqim. Shko ke shkolla kuqe, ke marak me hangur ushqim. Ushqimi valla pas nuk pat diku që ta kontrolloj ushqimin atje, njerëzit kanë për të vdek në ditë, ka për të vdek një person atje, sepse buka vjen me aromë mykur, vjen me një aromë të keqe, ushqimi po ashtu, mbledhin damotat kalbla në për plera, e ne gatujnë, speca mbledhin, e ne i gatujnë. Kush i mbledh për plera? Ka staf, ka stile që shkon në përkosha dhe i mbledh, si funksionon? Ja, du t'i kapo me video, në du t'i o dërgoj. Du t'i kapo me video, du t'i dërgoj, si që kom kap dika, duke vjedh kabel elektrik. Ja, do t'i marrë fotat, do t'i dërguj. Edhe kabllën elektrike është gjithë, është ajdut, kap kabllën elektrike, kurse kjo është jetë, ushqim, dhe dikush që mban... Shkënim ledhin, stafi i shkollës kuqe shkejmë ledh damotat atje, në përkoshat e plerit, kur marat tregu i pasatir të ri, ose tregu që shezin të bregut lumit, shkënim ushin me arka, edhe i qërë ke shkolla kuqe. A në shesin, bën gatime, bën çdo gjë, kurse disa të tjerë, kompani private, bin ushimet e skadurat që ka marrë skadenca, afati skadensës, disa kompani, si ke voj, si ke urizi, si ke grozha, si ke makaronat, si ke ushimet e tjera, neve kemi donacuar në stop, ka qenë edhe stopi ty, pa të shikush i ka shku stopi tje. Sa ka shku atje, ata kanë qëtë ushim të pasër. Ja dhëtë ko kemi ushimin. Nuk ka s'ka duhe, sepse ata kanë nuk mund t'i fusin qendrën shëndetësore atje mrena me kontrollu ushimin. Sepse kanë frikë. Po për të fjetur ku flen? Për të flen, në shelter. Shelter, ka bu bashkia një kjo uzina traktar të sipër.
ku me rrugët që një të është lartë që del për fark, atje shkën flenë gjithë. Dhe i falenderojmë për atë pjesë atjena, sepse po t'i shoh njerëzit natën, flenë në për lulishte, a i s'ka buk me hangar atje, a i s'ka lek me ble shpinë atje, sepse dikur të tjertë e mashtrunë, shiti lekët, futi ke vefa, se të mështë lek me përqinje mo tepër, ishin shpijet, banesat. Atje ku flenë, janë kushtet mira? Ja. Vetëm ankesa paska më vlla. Vetëm ankesa më vlla, po të shkosh atje, ku janë këto banesat sociale, janë mbyth me pjerë dhe tetje, e më gjo këj tjetëri këtu. Më nis lavatri që ne, të tjetën e pa gjumë atje, janë shpia bërnot me gipse, ku do të flejaj? Përvasisht është i komunitetit tërëm, e falenderojmë, sepse janë gjyra që ka dhonë Allahu Perënia, pa mon nuk e mirë me i përbas e më boracisa, sepse ne edhe i da shpi si tjetoj shti, tjetoj unë, tjetoj dhe i. Përvasisht, nuk jo me të shu vetëm atje në shelter, apo me të shu ke pallatet sociale. Jepi 500 metra vend të bojnë ndërtesën si që është për të ndërtue. Le tjetë, si do të që tjetë, i zi, bardhi, kuq, le tjetë komuniteti i ramë. Amo ne i dum njerëzit. Qofsh mirë. Noshe jam gabim. Jo, je shumë drejt. Një apel, Edi Ramës edhe Sali Berishës, mos i qisi deputetat vetëm për votë. Mos i qisi deputetat Sali Berisha për votë, po t'i qisi me i pa jetesën qytetarëve apo njerëzivit. Mos i qisi vetëm për këto. Edhe Edi Rama mos i qisi deputetat e vetë me pa njerëzit se si jeton, se si hanë, se si pinë. Po shikoj se nga stërhimi, si s'ka shpi, s'ka para me hongër, s'ka para me jetuat, çmimet janë të larta. Duke fillu ki buka, ki urizi, ki makaronat, ki lërgjele. Ti e pas këtë fjetur bukën me ushimin e ti e pas këtë gratis, fjet janë gratis. Që gratis, kam fjetin unë në shelter më vlla. Që kam gratis? Unë kam shpinë time pa dyre pa dritare, në Hallias, pa dyre pa dritare, pa drita, pa kur gjo, jetojnë në rrugë, flenë çementet. E kupton? I këtë japin këta deputetat tonë. Këta deputetat tonë janë gjithë nuk e njerëz tamam, normal. Ishe mirë të tani e prish. Ja, nuk e prish, ja. Hudha, TikTok e YouTube, janë gjithë deputetat, sepse tani për 4 vjeçarin vinë për votë, vinë për rot, vinë për çdo gjë. Mos hajde vetëm për rot, pa hajde shika njerëz se si hanë, se si pinë, se si jetojnë, se si flejnë, a kanë bukë me hangër, a kanë ujë me pije, në rejnë çmimet, rejnë çdo gjë, uli çmimet, që ti ta marrësh votën si të gjut. Falja një hyrje pallati, më jam i bë pallatet 300 euro, 400 euro, 500 euro. Falë vlla, fal. Boje siç e boni në Vërhoxha dikur. I shifte njerëzit rrugës, i çojtë atje në urbanistik, bëshë kërkesë, merrte shpinaj. Në Vërhoxhës janë tretë dhe kocka tash. Pa hapetlla, pa hapa ta boj siç e boni në Vërhoxha. Ju jep të hyrje pallati.